Në Teatrin Migjeni ka nisur përgatitjet për edicionin e 10 të festivalit Lulebor, një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore të qytetit. Këtë vit, festivali vjen në një vit jubilar, duke shënuar edicionin e 10 të tij. Orkestra ka nisur provat e para, në mënyrë që gjithçka të jetë gati në fund të muajit tetor, kur për 2 net me radhë emra të njohur të skenës shkodrane dhe shqiptare do të performojnë për publikun e Shkodrës. Në një intervistë për media, Dritan Mlika, përgjegjësi i Qendrës Kulturore Pjetër Gaci, foli për përgatitjet, por edhe për rëndësinë që mbart ky festival në vitin e tij jubilar. Pra, siç e shihni, kanë filluar përgatitjet për Festivalin Lulebor, i cili këtë vit vjen në edicionin e 10 dhe ka hyrë në punë gjithë orkestra, duke filluar me bendin, duke filluar me pjesën e frymës kryesisht dhe me harçet. Do të vazhdojmë në ditët në vijim, kështu që festivali fillon në mënyrë graduale me formën e vet. E rëndësishme është që pjesëmarrja në këtë festival vjen nga jo vetëm nga qyteti jonë, pra nga krijuesit e qytetit tonë, por vjen edhe nga rrethet, nga Tirana dhe qytetet e ndryshme të vendit. E rëndësishme është që janë zgjellë një pjesë nga kanë që u sollën për konkurrim, fitunin kalunin pra audicionin 16 këngë më të përzgjedhura, të cilët janë zgjedhur nga një juri profesionale. Shpresojmë që gjanat të ecin mirë dhe të kena një histori dhe një zhvillim më të mirë të festivalit, që të shohim artistikisht sa më lart dhe nga viti në vit të jena në nivele sa më të mira artistike. Pas përzgjedhjes së këngëve që do të marrin pjesë në këtë edicion, puna është përqendruar në përgatitjen e materialeve muzikore, të cilat, siç është traditë, do të interpretohen live për publikun. Për 2 net me radhë, në datat 27 dhe 28 tetor, Teatri Migjeni do të mirëpres festivalin Lulebor, që në këtë edicion jubilar pritet të sjellë shumë surpriza edhe emocione për spektatorët.